Fakulteti Ekonomik I Universitetit Aleksandër Xhuvani ka hapur dyert këtë fundjavë për maturantët e shkollave të mesme të qytetit të Elbasanit. Kandidatët për student janë njohur nga afër me gjitha programet e studimit që ofron ky fakultet. Këto programe janë prezantuar nga vetë studentët në stendat e krijuara në hollin e fakultetit, ku ndër të tjera maturantët janë njohur edhe me literaturën universitare, stafin akademik dhe aktivitetet që zhvillohen gjatë gjithë procesit mësimor. Në fjalën e saj, zëvendës dekania Nada Krypa renditi disa nga arsyet pse maturantët duhet të zgjedhin të ndjekin studimet në një nga programet e studimit në këtë fakultet. Në kuadrin e aktiviteteve për ditët e hapura, jemi mbledhur për të përmbyllur të gjithë aktivitetin e zhvilluar nga çdo departament, nga grupi I punës I ngritur nga dekanati për informimin e të gjithë nxënësve të shkollave të mesme, përsa I përket alternativave të studimit që ofron Fakulteti Ekonomik si pjesë e Universitetit Aleksandër Xhuvani. Unë ju uroj edhe një herë mirëseardhje dhe them që informacioni që do të merrni sot, që është më I detajuar në stendat përkatëse për çdo departament, por pas meje edhe çdo shef departamenti do t'ju prezantoj programet e studimit bachelor që mbulojnë respektivisht çdo departament. Dhe besoj që gjithë ky informacion që do të merrni do t'ju bindë akoma më tepër që juve zgjedhjen tuaj ta bëni pikërisht në Fakultetin Ekonomik të Elbasanit. Fakulteti Ekonomik në Universitetin Aleksandër Xhuvani ka numër të konsiderueshëm studentësh, ndërsa nga viti në vit në këtë fakultet hapen programe të reja studimi. Programet që ofrohen në këtë fakultet janë bashkëkohore dhe që I përgjigjen tregut të punës. Ndaj dhe drejtuesit e këtij fakulteti bëjnë thirrje që studentët të zgjedhin për të ndjekur studimet këtu. Së pari, sepse çdo lloj organizate, qoftë organizatë në sektorin publik, qoftë organizatë në sektorin privat, ka nevojë për menaxher. Dhe menaxherët I nxjerr vetëm ky departament. Së dyti, sepse stafi që ka ky departament është ndër më të kualifikuar. Së treti, sepse ky departament është baza e themelit të këtij fakulteti. Dhe së katërti, shpresoj që ju do të jeni të kënaqur me cilësinë e programeve që ka ky departament dhe kurrikula përkatëse. Këtë vit ne do të hapim edhe një program të ristudimi që është bachelor në Economics. Vetë studentët e informatikës ekonomike, ju I keni edhe këtu prezent dhe mund të flasin vetë, plus kësaj është edhe videoja që do paraqitet. Jam mjaft të kënaqur në lidhje me programin e informatikës ekonomike, sepse është një program studimi që kërkohet mjaft nga tregu I sotëm, është mjaft bashkëkohor. Dhe ky program studimi ju ofron mundësi të mëdha punësimi, është tregur pra I punës që kërkon këtë program. Jo vetëm kaq, por fakulteti ynë ofron edhe një program, është një program Erasmus, që ofron bursa studimi në lidhje me këta studentë në universitetet e tjera perëndimore. Për shembull, ka disa vite që ky projekt është aktual dhe shumë studentë kanë eksperjenca mjaft të mira në universitetet europiane. Për shembull, në Bukuresht janë vajzat e masterit që kanë mbaruar një vit atje dhe eksperjenca që kanë fituar është mjaft e vlefshme. Kjo tregon edhe mundësitë që ato kanë për punësim në tregun e punës. Ky departament ofron dy programe bachelor dhe disa programe masa profesionale dhe masa shkencore. Në programin bachelor kemi direkt interesuar në programe ekonomi, turizmi dhe administrim inxhinierim. Përgatitjes respektivisht specialist turizmi, kurse teka e administrim inxhinierisë përgatis specialist që ka një si perspektivë inxhinierike, ashtu dhe për aspektet e administrimit inxhinierisë. Është një tekë re origjinale në kurrikula perëndimore që nuk ka asnjë universitet tjetër të njëjtë në Shqipëri, programet si këto. Unë nuk do zgjatem në tutje, sepse kolegët marrin pjesën më të madhe të fjalëve, qoftë për stafin, qoftë për facilitetet, qoftë për programet. Unë do të them vetëm diçka, nëse doni një punë kreative, interesante, larg monotonisë, zgjidhni turizmin. Nëse doni sfidoni veten, zgjidhni administrim inxhinierim. Ky aktivitet me maturantët e shkollave të mesme të qytetit të Elbasanit u zhvillua në kuadër të ditëve të hapura,
Gjatë këtyre ditëve maturantët kandidat për student kanë mundësi të njihen me ambientet e fakultetit ekonomik, stafin akademik, literaturën dhe botimet e pedagogëve, si dhe ajo që është më e rëndësishme. Maturantët njihen me programet e studimit. Gjimnazistët kandidat për student gjatë vizitës në fakultetin ekonomik kanë ndjekur edhe një material filmik ku vetë studentët të fakultetit ekonomik tregojnë historitë e tyre të suksesit gjatë studimeve, si dhe benefitet që kanë pasur nga ndjekja e studimeve në degën e informatikës ekonomike.